Komentimi përsosur i Kuranit. Gjuzi i 29. Sure El Muddathir. Ajetet nga 11 deri te ajeti 17. Dharni wa man khalaqtu wahida وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. Më lër vetëm të merrem me atë që e krijova dhe i dhash pasuri të pamat. E diem pran vetes, unë ja bëra kamjen të lehtë e të shtruar, e megjithatë ai lakmon që të jap më tepër. Jo, kurse si, vërtet ai mohoi me kryen e qësi shpalljet tona, prandaj unë do ta ngarkoj atë me dënime të rënda. Shkaku i zbritjes. Për këto ajete janë përmendur dy shkaqe zbritjesh. 1. Kurejshët ishin mbledhur në Daru an-Nadwa, një qendër në afërsi të Mesxhidul Haram, aty mblidheshin për të këshilluar për çështje të rëndësishme. Ata i pa Walid ibn Mughira, i cili ishte një prej burrave të shquar të Mekës dhe politeistët besonin në urtësinë e tij, ata këshilloheshin me të për çështje të rëndësishme. Një herë ai u kthye nga të pranishmit dhe u tha: "Bashkojini thënjet tuaja, ju jeni një popull i zgjuar dhe inteligjent, me prejardhje fisnike. Arabët nga të gjitha anët vinë drejt jush për të vizituar Qaben dhe gjëra të tjera. Dëgjojnë përgjigje të ndryshme nga ju, prandaj bashkohuni të gjithë në një mendim të përbashkët." Më pas, duke qenë i kthyer në drejtim të tyre, vazhdoi: "Çfarë mendimi keni në lidhje me këtë burr?" Duke treguar profetin Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Ata pohuan do themi që është poet. Walidi me fytyrë të vrentur dhe i pakënaqur tha: "Ne kemi dëgjuar shumë poezi dhe poema, por fjalët e tij nuk kanë ngjashmëri me poezinë." Ata thanë: "Do themi që është orakull." Ai tha: "Kur jeni në praninë të tij, në fjalët e tij nuk vëreni fjalë që i thon orakujt, që gjoja parashikojnë të ardhmen." Ata thanë: "Do të deklarojmë që është i çmendur." Walidi tha: "Po t'jeni afër tij, nuk vëreni asnjë shenjë çmendurie tek ai." Ata thanë: "Themi që është magjistar." Ai u përgjigj: "Magjistar në ç'kuptim?" Ata thanë: "Njëri që në mes të armiqve dhe në mes të shokëve krijon armiqësi." Ai tha: "Po, ai është magjistar dhe vepron në këtë mënyrë sepse disa prej tyre pasi bëhen mysliman e ndajnë në rrugën e tyre me të tjerët." Pasi dolën nga Darun Nadwa, çdo kush që e takonte profetin Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, thëriste: "O magjistar, o magjistar." Kjo çështje e shqetësoi Tejmase profetin Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Në këtë kohë, Allahu i madhëruar ja shpalli ajetet e para të kësaj sureje dhe ajetet e lartë përmendura deri tek ajeti 25 dhe ngushëlloi profetin Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. 2. Disa komentues të tjerë kanë thënë se kur zbritën ajetet e surës El-Ghafir, profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, po u qëndronte në këmbë në Mesxhidul Haram dhe Walid ibn Mughira, personi i lartë përmendur, ishte aty afër dhe dëgjonte këndimin e profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Kur profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, e vuri re praninë e tij, e përsëriti këndimin e këtyre ajeteve. Walidi pasi erdhi në tubimin e popullit të tij, të fisit Beni Makhzumit, tha: "Betohem në Allah që pak më parë nga profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, dëgjova një fjalë që nuk ngjason as me fjalën e njerëzve dhe as me fjalën e xhindve. Fjalët e tij kanë një shije të veçantë, bukuri dhe freskit posaçme, degët e së cilës janë plot fruta, kurse rrënjët e saj janë të forta dhe të qëndrueshme. Fjalët e tij janë thënie që e ka përcen çdo thënie tjetër dhe asnjë tjetër nuk e ka përcen atë." E tha këtë dhe u kthye në shtëpi. Kurejshët ju drejtuan njëri tjetrit: "Betohemi në Allah, ai është magjepsur me fenë e Muhamedit dhe ka hequr dorë nga feja jon dhe do t'i devijoj të gjithë kurejshët." Walidin e quanin trëndafili i kurejshëve. Ebu Xehli tha: "Unë do ta zgjidh të punë." Ndërkohë, me fytyrë të mërzitur, erdhi te Walidi. Walidi e pyeti: "Djali vllait tim, pse je i trishtuar?" Ai tha: "Kurejshët po të përgojojnë dhe mendojnë se ti ke storisur fjalët e Muhamedit." Ai u ngritë dhe së bashku me Ebu Xehlin erdhën dhe ju bashkuan kuvendit të popullit. Ai u drejtua atyre: "A mendoni ju se Muhamedi është një njeri i çmendur?" Ata thanë: "Jo." Ai pyeti: "A mendoni se ai është një falltar orakull?" Thanë: "Jo." "Mendoni se është poet? A e keni parë ndonjëherë të thurë vjersha?" Përgjigjja e parë ishte negative. "A mendoni se është një gënjeshtar?" "Valla, keni dëgjuar në të kaluarën ndonjë gënjeshtër nga ai?" Thanë: "Jo." Ai në praninë tonë, para pretendimit ndaj profetësisë, njihej si njeriu më besnik, më i sinqert.
Këtu Kurejshët ju drejtuan Walidit atëherë sipas teje, si ta quajmë atë. Walidi pasi ndaloi për një çast dhe reflektoi me fytyrë të vrentur tha: "Ai është vetëm një magjistar, a nuk e keni vërejtur që krijon ndarje mes burrit edhe familjes, mes fëmijëve dhe shokëve. Ka ndodhur që një grup i ka besuar atij dhe janë ndarë nga familjet e tyre. Kështu që ai është një magjistar dhe çfarë e nxjerr nga goja nuk është gjë tjetër përveç magji interesante." Komentimi. Walidi një pasanik mendjemadh dhe mos mirënjohës. Në vazhdimsi të ajeteve të kaluara që ishin paralajmërim për të gjithë jobesimtarët në përgjithësi, në serinë e re të ajeteve, fokusi është veçanërisht mbi disa njerëz të cilët patën më tepër ndikim. Kurani nëpërmjet shprehjeve të qarta, elokuente dhe të ashpra i paralajmëron për dënime të rënda. Ajeti 11 thotë: "Më lër vetëm të merrem me atë që e krijova." Ashtu siç e diskutuam edhe kur folëm për shkakun e zbritjes, ky ajet dhe ajeti në vijim kanë zbritur për Walid ibn Mughira, i cili ishte prej njerëzve të shquar të fisit Quraysh. Fjala wahiden vetëm ka mundësi të jetë përshkrim për krijuesin ose për krijesën. Në rastin e parë ekzistojnë dy mendime. I pari, më lër vetëm mua me atë që ta ndëshkoj ashpër. I dyti, unë vetë krijova atë dhe ja dhash gjithë këto begati e mirësi, por ai u tregua mos mirënjohës. Për rastin e dytë ekzistojnë dy mundësi. E para ka gjasa të tregojë se njeriu që në barkun e nënës dhe gjatë lindjes është i vetëm, nuk ka as pasuri dhe as fëmijë dhe të gjitha këto i adhurova më vonë, pra mundësia nënkupton se ai veten e vet e konsideronte wahidun, person që ishte unik në mesin arabëve dhe ishte i njohur me epitetin e gjatë: "Unë jam një njeri unik, fëmia i unikut, në mesin arabëve nuk ekziston ndonjë ngjashëm me mua as me babain tim." Kjo çështje mund të jetë përmendur si një përqeshje në ajetin në fjalë. Por mes këtyre katër interpretimeve, i pari është më i përshtatshëm. Ajeti 12 shton dhe i dhash pasuri të pamat. Fjala el memdud është përdorur me kuptimin e zgjatjes, këtu është në kuptimin e zgjerimit të pasurisë së tij apo zgjerimit për nga pikpamja e kohës dhe hapësirës. Disa komentues kanë thënë se pasuria e tij ishte e madhe dhe e gjerë. Ai kishte shumë toka të mbjella, kishte shumë deve e kuaj sa që mbushnin hapësirën mes Mekës dhe Taifit. Disa të tjerë kanë treguar se ai kishte pemtore dhe fusha ku pa mbaruar drithrat e njerit piqeshin drithrat e tokës tjetër, përveç kësaj kishte 100.000 dinar flori. E gjithë kjo pasuri është përmbledhur në fjalën memdud. Pas kësaj përmendet shtimi i forcës së tij njerëzore, e djem pranvetes. Djemtë e tij gjithnjë ishin të gatshëm t'i ofronin ndihmë dhe t'i shërbenin atij. Ata u bën shkak i rehatisë së tij. Ata asnjëherë nuk e ndjenin veten të detyruar që të ndërmerrnin udhëtime të gjata për plotësimin e nevojave jetësore, sepse babai i tyre do të ndjente dhimbjen e ndarjes, të vetmisë dhe të largësisë. Sipas disa transmetimeve thuhet se ai kishte 10 djem. Më pas, në mënyrë të përgjithshme ka përmendur të mirat e tjera që ja ka dhuruar atij: "Unë ja bëra kamjen të lehtë e të shtruar." Jo vetëm mirësi dhe fëmijë të fortë dhe të fuqishëm, por edhe plot begati dhe mirësi. Fjala et-temhid rrjedh nga fjala mehdun dhe është përdorur me kuptimin e vendit, të cilin e përgadisnin enkas për fëmijë të vegjël, djepin dhe ngjashëm me të. Më pas është përdorur për çdo lloj mjeti të rehatisë, të përparimit, pozicionit dhe pozitës së lartë shoqërore. Pra në përgjithësi ka një kuptim të gjerë, i cili përfshin lloje të ndryshme të mirave të jetesës dhe mjete të përparimit dhe arritjes së suksesit. Por ai në vend që për të gjithë këto begati dhe mirësi të tregohej i përulur dhe mirënjohës, u tregua mos mirënjohës dhe lakmitar. Ai kërkonte më shumë se ç'kishte, megjithatë ai lakmon që t'i jap më tepër. Kjo nuk i përkiste vetëm Walidi ibn Mughirës, por të gjithë adhuruesit e kësaj bote janë të tillë. Atyre asnjëherë nuk u shuhet lakmia, ata janë të pangopshëm. Ajeti në vijim me gjitha shpërsinë e vet përpiqet ta bind këtë lloj njeriu dhe thotë: "Jo, kurse si, vërtet ai mohoi me kryen e çësi shpalljet tona." Edhe pse ishte në dieni të plot që Kurani nuk është fjalë e xhindit dhe as fjalë e njeriut, përsëri atë e quante magji dhe komunikuesin e tij magjistar. Fjala el-anid, që rrjedh nga fjala ainad, sipas disa komentuesve, përdoret me kuptimin e një lloji kundërshtimi dhe armiqësie që bëhet me vetdije, pra njeriu e percepton të vërtetën e një gjëje shumë të qartë, por e kundërshton me vetdije atë. Walidi është një shembull i qartë i këtij kuptimi. Fjala kana tregon që urrejtja e tij ndaj të vërtetës ishte një çështje e vazhdueshme dhe konstante, jo e përkohshme dhe e kalueshme. Në përfundim, në ajetin 17, me anë të një shprehjeje të shkurtër por tepër domethënëse, tregon fatin e tmerrshëm të tij dhe deklaron: "Unë do ta ngarkoj atë me dënime të rënda." Fjala se urhiquhu rrjedh nga fjala el-irhaq dhe është përdorur me kuptimin mbulimi një gjëje me dhunë, por është përdorur edhe me kuptimin ngarkimi veprave të vështira dhe me lloj dënimesh.
Fjala Es-Saud tregon një vend prej të cilit ngjiten lart, kurse fjala Suud tregon ngjitjen lart. Duke pasur parasysh që të ngjiturit nëpër majat e larta është një gjë shumë e vështirë dhe e rëndë, kjo fjalë përdoret për çdo vepër të vështirë dhe të mundimshme, kështu që disa komentues këtë e kanë komentuar në kuptimin e dënimit hyjnor. Komentues të tjerë kanë pretenduar që Saudu është një mal prej zjarri në xhehenem, Walidin e detyrojnë të ngjitet atij mali, kanë thënë se ky mal është i pakalueshëm, sepse sa herë që dikush përpiqet të ngjitet lart, rrshqet dhe bie poshtë dhe ky veprim përsëritet gjithnjë. Ekziston edhe mundësia që ajeti të jetë tregues për dënimin e Walidit në këtë botë, sepse ashtu siç e dëshmon edhe historia, ai pasi arriti në kulmin e pushtetit në jetën individuale dhe shoqërore, pësoi aq shumë rënje, saqë gjerë në fund të jetës vazhdimisht e humbte pasurinë dhe fëmijët, në fund ngeli i mjeruar.